Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi. Por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëzit dhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21. Përshëndetje miq të dashur, jemi së bashku në emisionin Emigrimi, lumturia e hidhur. Jemi në muajin shkurt dhe po afron 14 shkurti. Dhe kur ju vjen kjo datë, çfarë mendoni? Çfarë vjen në mendjen tuaj? Unë dua t'ju pyes sot, cila ishte një nga këngët e tua të preferuara që flisin për dashurinë kur isha adoleshent? Mua më pëlqente shumë këngëtarja Haris Alexiu, dhe ishte një këngë që thoshte na mu topis po saga po qepali. Dhe vende kështu. Na mu topis po saga po qepali, na mu topis i agapin e zali, na mu topis po saga po qepali, na mu topis i agapin e zali. E bukur, a? Këngë e bukur. Kur unë ndjeve se dikush të do me të vërtet. Sot rinia ndjek shumë emisione dhe rrjete sociale, TikTok, gjithçka. Sot shikojmë në rrjetet sociale e bëjmë propozime në mënyrë madhështore, kurse ne në brezin ton shkonim dhe rinim poshtë shtëpisë së vajzës që donim dhe pristim derisa të dilte në dritare, i dua lule në dritare, ose pristim të dilte nga shkolla. Kurse sot çdo gjë është bërë një show i gjallë. Akoma dhe puthjet. Sot ka dalë dhe motoja Follow Your Heart dhe fatkeqësisht ka erdhur në kisha. U thon ndiq zemrën tënde në vend që të thonë dhe të këshillojnë ndiq Jezusin. Sa shpesh kemi parë një puthje dhe kemi thënë Follow Your Heart, duke besuar se emocionet e momentit janë dashuri e vërtet. Një puthje ndez emocion, po ajo puthje pija i me biri nuk mjafton. Cila ishte një nga puthjet ose momentet e para të dashurisë që të mbeti në zemër? A mendon dhe besove se emocioni i momentit ishte dashuri e vërtet? Ka shumë ndryshim. Erotizmi me dashuri. Një puthje ndez emocion, por dashuria zgjedhje është vendim. Dashuria që zgjedhim sot është ajo që do mbetet nesër. Dhe fjala e Zotit thotë ndër mira breza. Dashuria nuk është ndjesi momentale. Nuk është vetëm një fjalë apo spektakël në emisionet që ndjekin sot adoleshentët. Dhe fatkeqësisht prindrit i lejojnë në vend që të ndrojnë kanal ose ta fikin fare televizionin në atë orë. Dhe marrin në përkëmbin vajza dhe djemë të rinj në emisione, duke ju bën leksione nga të famshmit këshilltarët dhe moderatorët. Ndërkohë ati duhet të jenë specialista psikolog. Dashuria është vendim. Është të japësh vetveten edhe kur nuk merr asgjë në kthim. Të falësh edhe kur lëndohesh. Të qëndrosh kur është e vështirë. Prandaj po të them biri im, bija ime. A zemra jote e gatshme të zgjedh dashuri të vërtet apo emocion të përkohshëm? Se emocioni do iki. Duhet dashuria të hyjë në lojë kur do ne vrikosen. Kur do jemi pa punë, kur fëmija duhet të ngrihemi dhe duhet të shërbejmë fëmijëve. Këtu hyn dashuria? Çfarë do mbetet nga dashuria jote për brezat që do vinë? Se shumë herë ju të dashur të rinj, mendoni dashuria, këtë e dua, atë vajzë e dua, atë djalë e dua, se më pëlqen. Çfarë do mbetet për brezat që do vinë? Pa e shikon fëmijët e tu, kush do t'i edukoj? Si do t'jetoj? Prandaj dashuria është shkollë dhe martesa është universitet. Është universitet martesa. Mos shikoni këto
emisione që bëjnë martesa a luksi, edhe i nxjerrin dhe në televizion. Imagjino në një vend të varfër nxjerrin këto emisione. Sepse dashuria është shkollë që të mëson të duash me vendim dhe për kushtim, të mëson që të mbrosh zemrën nga dashuritë e rremet, se ka dhe dashuritë e rreme. Në një bisedë me një prind, erdhi dhe më tha që vajza ime do një djalë të pasur. Dhe e pyeti vajzën dhe i tha: "Duhet të ndahesh nga ai djalë." "Po pse o babi, unë e dua." "Ai ka para, mund të mbaj ti dhe mund të mbaj dhe të tjera. Je gati për këtë?" Dashuria nuk është vetëm një moment, një puthje. Dashuria është çdo ditë, në familje, me miq, me ata që kanë nevojë. Dhe dashuria e vërtet nuk shuhet. Dhe jo me kërcënime, divorc edhe shumë gjëra të tjera. Titulli i mesazhit për sot është: kur një puthje nuk mjafton, dashuria që zgjedhim sot le të ndikojë ndër breza. Le të lutemi. O Ati dashur, ne të falenderojmë për fjalën tënde. Ne lutemi o Zot që ti të flasësh për të rinjt. Ndërsa të gjithë po përgatiten për katë me shkurtin, për dhurata që do bëjnë çokoladate e shumë gjëra o Zot. Por mbi të gjitha një të dua të dalin nga brëndësia e zemrës dhe shpirtit dhe vendim pra. Unë lutem për zemrat e djemve dhe të vajzave. Të lutem o Zot, mbroji nga dashuritë e rrema, sepse zemra e tyre nuk është një eksperiment për audiencë, për një like a për një follow, por është e shenjtë o Zot. Për prindrit lutem që ti mbrojnë fëmijët dhe ti mësojnë fëmijët që të duan jo gabim, por të duan me vendim dhe me përgjegjësi. Unë lutem për çiftet e martuar, ku dashuria e tyre është ftohur, erotizmi duket sikur është shuar, dhe lutem që ti të rindezësh flakën e dashurisë brenda tyre. Të falemnderoj për Radio Shtatën, i cili prek të gjitha temat o Zot. Ti bekoji këtë mision o Zot, që të arrijë në çdo cep të Shqipërisë. Në emrin e Krishtit ne lutemi. Amen. Imagjino pra dikë që të ofron buzëqeshje, emocione, dhe ti je i gatshme që ti japësh gjithçka nga zemra jote, pa marrë asgjë në kthim. A doja jepje jetën dikujt që nuk është i gatshëm të japi ty? Prandaj shumë herë them, dashuroni jo vetëm me zemër, jo follow your heart, with your mind, edhe me mendje disa herë. Vëni në punë dhe mendje, se edhe zemra komandën e merr nga mendja, se zemra është organi më mashtrues, thot Jezusi në Dhjetën e Re. Është mashtruese zemra. Gabon, shumë herë gabon zemra. Prandaj përdorni dhe mendjen. A do ja jepi jetën dikujt që nuk është i gatshëm të japi për ty, vetëm të marri? Imagjino ti të jesh një bank edhe gjithmonë merr tërheq dhe kur nuk investon. Një marrëdhënie që nuk investon, çfarë do bëj? Do dështoj. Shumë të rinj sot besojnë se dashuria është vetëm puthje, prekje, fjalë të ëmbla, të dua qielli, yjet dhe shumë gjëra të tjera, TikTok-e, Facebook-ra edhe Instagram-ra, por zemra e vërtet është ajo që zgjedh një dashuri të përjetshme. Një dashuri që nuk bën kompromis me spektakle, me trendet apo emocionet e përkohshme. Dhe diçka, për ju vajza që bëni selfie me ato buzët duke përsëritur fjalët e këngëve, kujdes. Mini like nga njerëz të cilët nuk ju njohin fare. Fokusoni në mësimet tuaja, më shumë në mësimet tuaja, se nesër të njëjtit njerëz që ju bëjnë like, nesër të njëjtit do ju fyejnë. Fokusoni te mësimet. Nuk ka rëndësi like-et, por fokusoni në mësimet tuaja, sepse ky është misioni juaj tani. Shumë herë të rinjt, adoleshentët, u them në këshillat e mia për të zgjedhur partnerin, ata që janë besimtar të zgjedhin nga bijt e Perëndis. Ju djem bijat e Perëndis dhe prisni kohën e Perëndis. Mos u nxitoni, jo follow your heart. Follow will of God. Vullnetin e Perëndis të ndihni, jo zemrën tuaj. Vullnetin e Perëndis. Dhe u them, do shikoni të çoni sy dhe të shikoni majtas djathas nga viti 3 në universitet. Po do më thuar zemra bën paf, reh. Po e vërtet. Po lere zemrën. Zemra këtë punë ka që kur linde, këtë punë do bëj.
derisa të arrish te personi i dur. Pse? Sepse po u konsumove që në moshë të re 13 vjeç kam dëgjuar. Po u konsumove që tani nuk ke fuqi ti thuash burrit ose gruas tënde në martesë të dua, sepse je konsumuar. Është si një makinë e përdorur, nuk ke çfarë të japësh. Dhe akoma më keq nëse ke mësuar të duash duke dhënë gjithmonë, duke përdorur dhe erotizmin, bashkëjetesën. Dhe mund të ketë dhe pasoja. Dhe unë dua t'ju sjell tek një libër dashurie. Është dhe libër erotik. O do më thoni, o Xhaxhi Sotir, o pastor, po na flet tani gjëra shumë të vështira. Ka një libër që flet për erotizm. Kënga e këngëve. Kënga e këngëve për kat me shkurtin, kënga e këngëve. Dhe dini kush e ka shkruar? E ka shkruar mbreti Solomon. Mbreti Solomon, i cili shkruan në rininë e tij për dashurinë midis dy të rinjve, një djali dhe një vajze. Dhe atje shikoni se si e përshkruan trupin e fëmrës dhe pritshmërinë e saj për të dashurin që të kthehet, është bariaj. Po ndërkohë është dhe një person i tretë i cili do të fitojë dashurinë e saj, por ajo është e përkushtuar tek bariu. Dhe është kjo lufta, por ka varje të mrekullueshme atje. Dhe derisa më në fund fiton dashuria e këtij çifti dhe në martesë, dhe aty flet për një martesë. Zakonisht komentarët e Biblës e përdorin këtë libër për të krahasuar dhe për të simbolizuar dashurinë e Krishtit për kishën e tij, që është nusja. Bibla thotë që kisha është nusja e Krishtit, dhe në qiell do të ketë një dasëm të madhe. Dhe je e ftuar dhe ti, nëse beson tek Jezusi pra. Libri Kënga e këngëve, merrni Bibla, fëmijë, merrni Bibla, lexoni Biblën, atje është manuali për martesën, për personin që duhet të zgjedhësh. Si duhet ta zgjedhësh? Tek fjalët e urta. Është Solomoni përsëri që shkruan djalit të tij, këshillon djalin e tij si të zgjedhë gruan për jetën e tij. Dhe në fund të fjalëve të urta, nëse ju që doni të martoheni e keni marrë seriozisht martesën dhe doni të gjeni një grua, tek fjalët e urta, është fantastik, është libër fantastik. Është fjalë e Zotit mbi të gjitha. Është fjalë e Zotit. E dini pse? Ai është krijuesi martesës, ai është krijuesi akoma dhe erotizmit. Dhe ai kënaqet të shikojë djem dhe vajza, fëmijët e tij, që të shijojnë dashurinë, të shijojnë erotizmin brenda kufinjve, brenda kufinjve të martesës. Se jashtë kufinjve të martesës ka pasoja. Po do më thuash, jo, është dashuri, është gjë e mirë, të duam edhe këto. Më thjesht një test i vogël. Pse kur ngelesh 7 zëm para se të martohesh, të vjen turp t'ia thuash prindërve, akoma dhe të dashurit dhe i dashurit të braktisë, kur të mbetesh 7 zëm, kur i tregon testin e 7 zanis. A është ndjenja e turpit dhe e fajit? Imagjino tani ti je martuar dhe pas një muaj e gjysëm, 2 muaj, 3 muaj, ti mbetesh 7 zëm. Shikoni ndryshimin, ë? Gëzon dhe do t'ia thuash babait, mamas, do bësh gjyshe. Do bësh dajo, xhaxha, teze, hall. Shikoni ndryshimin pra. Ky është sa do të përdridhemi, sa do ta sjellim ta çdo gjë tek Perëndia përsëri, universiteti i martesës. Universiteti i martesës. Martesa është universiteti. Çdo ditë duhet të punosh, çdo ditë duhet të punosh në martesën tënde. Mos ta marrësh të qenë burrin, gruan tënde pra. Kënga e këngëve, dhe sidomos për ju vajza të reja. Atje ishin vëllezrit, të cilët donin të mbronin zemrën e vajzës se mos binte në dashuri të rreme. Le ta mbrojmë, thot, motrën tonë, e cila ka sisa të vogla, thot. Po flet shu. Lexojeni në Bibël, hapeni Biblën. Pra, fjala e Zotit i mbron vajzat e reja dhe i mëson të mbrojnë zemrën e tyre nga dashuritë e rreme, të cilat sot janë miliona dashuritë e rreme. Një puthje, një fjalë e ëmbël, një premtim i lehtë mund të duken të bukur, por mund të lëndoj pafund. Prandaj dhe thot tek Kënga e këngëve, kapitulli 2 vargu 7 thot: mos e zgjo dashurinë derisa ajo ta doj vet. Dhe ju, vajza 13 vjeçe, pat një djalë juve me vrap. Mos e zgjo, thot Bibla, dashurinë derisa ajo ta doj vet. Ki kujdes, dashuria është diçka hinore.
Do vi vetë në kohën e saj Perëndia do ta vë pesh vetë Perëndia. Shijo tani adoleshencën tënde, bija ime. Shijo adoleshencën tënde, shijo shoqërinë tënde. Ndiq zemrën, por zemrën e drejtë në udhën e Perëndis. Zgjidh vendime të mençura që nuk do të lëndojnë pra. Zgjidhni shoqëri që të jenë 1 vit, 2 vjet më të mëdhenj se ti. Dashuria pra ndërtohet me mençuri dhe nuk ndërtohet me ndjenja. Bibla ka shembuj me ndjenja. Samsoni për shembull ishte një djalë i ri i fuqishëm, Perëndia e kishte thirrur që të shpëtonte popullin e tij. Dhe ai çfarë bën? Kishte një tëmet, kishte trupin të fortë, por ndjenjat kishte të dobta. Ai çdo fëmër që shikonte e donte. Dhe i mirë të prindrit e dua atë fëmër, hajde të shkojmë në shtëpi ta kërkojmë. Se në atë kohë dhe në kohën tonë, nëse flije me një të panjohur, quheshe i martuar. Prandaj, me sa ke fjetur? Sa herë je martuar? Ti djalë, ti vajzë, ti burr, ti grua. Samsoni pra humbi thirrjen dhe u katandis të mbaronte me një prostitut. Prandaj ju them që mos lëndoni veten tuaj, mos e ngarkoni me shumë dashuri, që të mundeni mbajini dashurinë të pastër, që kur takoni nesër djalin dhe vajzën, burrin ose gruan për martesë, t'i thoni të dua me plot gojën dhe me plot zemrën. Mos u konsumoni para kohë. Kujdes. Tani i shkojmë tek martesa. Kur është shkel shembulli libri i Osies, atje na tregon për faljen. Dikush e tradhtoi dashurinë e tij, zemra i u thie, sepse gruaja e tij Gomeri shkonte me burra të tjerë. Derisa ata e shitën në treg dhe Osia e shikon dhe e blen me çmimin më të shtrenjtë dhe i thot je 2 herë tani grua dhe nëna e fëmijëve, 3 fëmijë. Dhe ajo shkonte me të tjerë. Osia na tregon dashurinë e Zotit. Dashuria pra nuk është të puthurat vetën. Dashuria fal, nuk braktis. Dhe Osia kapitulli 3 vargjet e para. Nuk është vetëm dhuratë emocionale, kërkon vendim, falje dhe besnikëri. Nuk është një ndjesi monumentale, por është vendim për kushtim. Dhe shembulli i tretë kemi Jezusin. Jezusi dha jetën e tij për dashurinë e tij, kishën, që është nusja e tij. Ai nuk i thot kishës të dua, por ai mori në kryq mëkatet e gjithë njerëzve. Dhe kishën e tij atje i tha të dua. Nuk dha spektakël, por ai qëndroi besnik deri në fund pra. Dashuria e vërtet kërkon besim, punë, përgjegjësi, kujdes për familjen, për fëmijët, për vendime praktike të jetës. Nuk është dashuri pa kosto. Nuk është një emocion i lirë. Dashuria me çmimin më të ulët është një emocion i lirë. Të dua, po ato të duan përgjegjësi, duan të çesh herë, duhet të përgjigjesh për nevojat e familjes, të gjesh punë, të kujdesesh. Jo të dua, se kur do vinë vështirësitë, nuk mjafton vetëm të dua. Nuk ka dashuri pa kosto. Mos u gënjeni. Kujdes pra. Njeriu pasanik tek Luka 12, ai mendonte vetëm për vete. Pa dashuri, nuk kishte dashuri. Nga ana tjetër, Krishti dhe jep jetën e tij. Prandaj dhe Perëndia na urdhëron që të duam. Çfarë është pra dashuria? Dhe këtë na i thot shumë qartë Apostull Pali tek letra e Korintasve pra kapitulli 13. Apostull Pali shkruan: Po të flisja gjuhët e njerëzve dhe të ëngjëve dhe të mos kisha dashuri, do të besha si një bronz që kumbon ose si cimbali që tingëllon. Edhe po të kisha dhuntinë e profecisë dhe të dija të gjitha misteret dhe mbar shkencën dhe po të kisha gjithë besimin, sa të luaja nga vendi malet, po të mos kisha dashuri, nuk do të kisha asgjë. Nuk do të isha asgjë pra. Dhe po të ndaja gjithçka timen, që të ushqeja të varfrit dhe po të jepja trupin tim që të digjej, të mos kisha dashuri, nuk do të vlente asgjë. Tani dëgjoje këtë me vëmendje. Dashuria është zëmërgjër. Dashuria është zëmërgjër. Plot mirësi. Dashuria nuk ka zili. Çfarë ndodh me marrëdhënien e djem vajza disa herë? Ka djem të cilët shikojnë vajzat dhe u thonë që të prishin gjithë shoqërinë, që të kenë kontroll dhe pushtet mbi të, që të mos ndikohen nga shoqëria. Ka dhe vajza e njëjta gjë. Pse? Silia. Dashuria nuk ka zili.
ai djalë ose vajzë të cilit të thotë për e marrëdhënie me këtë shoqe, me atë shoqe e cila shoqja të këshillon kujdes. Më mirë prej me djalin se me shoqen, se me shoqen e rritur. Nuk krekoset të epim në makinat të shtrenjta, në makinat e fëmijëve që nuk kam punuar asnjë ditë, por që me lekët e babait. Nuk fryet. Shikni mua veshja. Nuk sillet në mënyrë të pahishme. Qa bë, bro, si ato këngët sot, që vetëm 2-3 fjalë janë refreni. Gjithë kënga 2-3 fjalë. Nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet. Kështu, nuk do ma aplososh këtë dëshirë. Atëhere, nuk e asgjë me mua. Nuk llogarit të keqen. Nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet në të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Dashuria nuk bie poshtë kurrë. Kur isha fëmijë, flisja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsjetoja si fëmijë. Kur u bëra burr, i flaka gjërat fëminore. Sepse tani ne shohim si në pasqyrë në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë ashtu sikurse njihem. Por tani mbeten besimi, shpresa, dashuria. Këto të trija, po më e madhe ndër to është dashuria. Më e madhe ndër to është dashuria, pra. Kemi urdhërim nga Perëndia, kemi zgjedhje, kemi veprim për kushtim, pra. Si të jetojmë dashurin, pra? Këto mësime për të javë. Mëso se si dashuria vepron. Fillo ditën duke kujtuar dashurinë. Lexoni Biblën së bashku dhe mësoni mbi parimet e dashurisë. Bëni vepra që të mos jenë egoiste. Merrni shembull nga prindrit tuaj që janë të dashur dhe të qëndrueshëm. Dashuria nuk zgjat me një puthje dhe me një inat edhe morën divorcin ose u ndam. Dashuria zgjat përjetësisht. Ajo është që do mbetet. Kur besimi dhe shpresa nuk do të jenë më të nevojshme, sepse do jemi pranë dashurisë dhe Perëndia është dashuri dhe unë të ftoj që të njohësh Zotin. Të fola për Biblën, fillo me Biblën. Mëso për dashurin, por më shumë mëso për Zotin. Dhe në marrëdhëniet tuaja vendosni Krishtin në qendër. Bëni martesë treshe. U çuditeni, ja? Po, treshe. Ti, bashortja tënde dhe Jezusi. Ti, bashorti tënd dhe Jezusi. Në qoftë se do gjesh siguri, në qoftë se do që dashuria, martesa tënde të mbijetoj, dhe që dashuria të mos shyhet kurrë. Le të duam pra si Jezusi, me vendim, me përkushtim, me falje, me durim, të ndërtojmë një dashuri që nuk lëndon dhe që e ruan nga zjarri dhe që bekohen ndër breza. Fjala e Zotit na thot, ata që më binden mua, unë do t'i bekoj për mira breza. Edhe njerë kujto, dashuria nuk është spektakle emisionesh, apo një emocion i lirë, follow your heart. Dashuria është vendim, përkushtim dhe jetë, dhe këtë duhet ta fillosh sot, me Krishtin. Thuaj, Zot, unë nuk e dija se ç'ishte dashuria, ndoshta kam dashur me mënyrën time, por unë dua të kthem te Bibla të mësoj më shumë për ti, për dashurinë ose prandaj më udhëhiq. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Miki dashur, unë të falenderoj që ishe së bashku me mua sot. Bija im me biri im, merre këtë mesazh edhe medito mbi të. Janë këshilla të një prindi dhe të një pastori. Unë ju bekoj të gjithëve, sidomos ata që kanë zgjedhur Jezusin. Ju bekoj për mira breza. Dhe kur do zgjedhësh djalin ose vajzën, e para të jetë besimtar, për mira breza. Janë dy lloj bekimesh, hyjnore për mira breza dhe bekimi i prindërve. Kujdes, mos i mërzit prindrit. Bekimi i prindërve është shumë i rëndësishëm. Zoti të jetë së bashku me ju kudo ku jeni. Mirupafshim në misionet e ardhshme. Shpresojmë që t'jeni inkurajuar nga mesazhi i sotëm. Nëse dëshironi më shumë informacion për besimin, dëshironi një Bibël apo po kërkoni një kishë lokale në vendin ku jetoni, mos nguroni të na kontaktoni në adresën info@radiovis7.net ose na telefononi në numrin 068 60 47 511. Gjithashtu na kontaktoni në rrjetet sociale,
Facebook dhe Instagram me emrin Radio 7 Albania. Deri herën e ardhshme, bashkë mirëdëgjofshëm. Emigrimi, lumturia e hidhur. Unë jam Pastor Sotiri, një emigrant si ju, dhe dua t'ju inkurajoj dhe bekoj nëpërmjet këtij emisioni çdo emigrant shqiptar që jeton në diasporë. Historia e njerëzimit është një histori e emigrimi, por a ka një udhëzues për jetën e emigrim? Pse kemi mall për njerëz edhe të afërmit tanë? Këto pyetje do të marrin përgjigje në një seri mesazhesh nga Pastor Sotir Anagnosti. Të dielën në Radio 7 në orën 13 dhe 21.